mos mbajtja e premtimit, më pengon përpjekja për me mbajt qatë premtim caktum ose arsyetimi përpara votuesve. Nëse dikush të ka përcjell, të ka mbështet për me qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës, si deputet ose si strukturë më e lartë, dush me qenë përgjegjës ka që ati publiku që aty në votuesve që të kanë mbështet. Dush më arsyetu nëse një projekt nuk ka ecë përpara, e dush me promovu nëse një punë e caktuar ka ecë përpara. Na kemi edhe deputet që të punojnë shumë punë në Parlamentin e Kosovës. Kam njerëz aty shokë dashamirë që e di që bëjnë përpjekje maksimale dhe punojnë jashtëzakonisht shumë, por janë të tillë që nuk dinë me e promovu punën që e bëjnë. Nuk e nxjerrin në rrjetet sociale sepse e bëjnë me shpirt. Besonëm që kemi edhe të tillë deputet. Po në anën tjetër, tjertë që realisht dinë me abuzu me votat e njerëzve, e vota është amënet i madh. Unë mendoj që duhet me qenë të përgjegjshëm para se me shkuqet. Vetë përveç për me qenë listë, njeri du të me motë mirë vetën e vetë. E para a e meritoj unë me qenë qatë listë. Çka mundem unë me ba për shoqnin, për venin tem. A jam mjaftueshëm me pjekun në aspektin politik, në aspektin emocional, sepse mundet me thonë dikush çka ka këtu lidhje politike me emocion, po se dosh me qenë trem për me qenë deputet. Se prej deputetit mundesh më bë ministër, e ministri do të me qenë trem. Se nëse nuk je trem, nuk mundesh me marrë vendime të ndaja. Në kuvend po përdoret tulifar fjale fyese, denigruese, kështu që kur ti je para asoj mase, një me duhet me kanë i fortë edhe emocionalisht sepse kemi përballë me gjithçka.